Pas bërjes publike në media të rastit në familjen Mikaj, ku kryefamiljari denoncoi në polici largimin nga banesa të bashkëshortes së bashku me djalin e mitur 15 muajsh, policia ka bërë të mundur lokalizimin dhe shoqërimin në komisariat të 31 vjeçares së bashku me fëmijën. Në njoftimin zyrtar të policisë thuhet, në lidhje me denoncimin e bërë me datë 23 maj 2025, ku shtetasim iniciale GZ 41 vjeç ka kallëzuar se është larguar nga banesa, bashkëshortja së bashku me djalin e tyre të mitur ju bëi me dije se specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër kanë bërë të mundur gjetjen dhe shoqërimin në Komisariatin e Policisë Shkodër të 31 vjeçares së bashku me djalin e mitur. Pas marrjes në pyetje, 31 vjeçaria ka deklaruar se është larguar nga banesa me vullnetin e saj. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprimet të mëtejshme.